Thotë që analizat duan sepse djali ka Kawasaki. Në direkt hap telefonin në Google e shoh, jo, i them s'ka mundësi. U shokova, sepse thoshte aty Kawasaki është një sëmundje shumë e rrallë, shumë e rrezikshme për jetën dhe mund të jetë dhe fatale nëse nuk kurohet në kohë. Ajo thotë, shiko, thotë, unë kam kaq vite eksperiencë edhe ca raste që kanë qenë në Shqipëri me Kawasaki, unë i kam gjetur, edhe unë e di çfarë po flas, fakti që ajo e gjeti normalisht është shumë gjë e madhe, eksperienca e saj, patjetër profesionalizmi i saj. Për t'u vlerësuar, por mënyra e të thënit i dy prindërve të ri relativisht, dhe sidomos për një gjë që është goxha e rëndë, ishte pak jo e duhur.